Duhet patjetër personi, secili prej nesh, ta marrë në llogari vetën. Nuk duhet t'ia lëshoj asaj frerët, edhe të bëj çka të doj, edhe të shkoj ku të doj, veproj si të doj, të jetoj si të doj. Pastaj në fund fare, kur t'i vi momenti, gjendet befasi. Jo, vlla. Në përditshmërinë tënde, në çdo moment, në ditët e tua, javë, në muaj, në fundin e vitit, ose të paktën një herë në jetën tënde, të paktën një herë, secili prej nesh duhet ulet me veten e tij, thot, çfarë kam bërë me jetën time të kaluar? Si kam qenë? A kam qenë si duhet kundrejt Zotit tim? A i kam plotësu detyrimet që kam ndaj Allahut Azza wa Jall? Si kam qenë me krijesat e Zotit? Si kam qenë me prindrit? Si kam qenë me familjen, me të afërmit? Si kam qenë me njerëz, me komshit? A kam hyrë hak? Sepse vallahi haku që kemi ndaj Allahut Azza wa Jall dhe haku që kemi ndaj robëve të Allahut Azza wa Jall duhet larë, duhet shpaguar. Nuk mund ta kalojmë lehtë.